hapësirën në media. Si I patë këto deklaratë? Interviste nuk e kom pa, tash e pash prononcimin për herë të parë, po një ditë gjatë takimit me kryeministrin, ndoshta të nesërmen e kësaj deklarate, thjesht në bisedim e sipër, ai ka mohu kategorikisht, ta që nuk ka qenë asnjë rrethon, asnjë ambient të tillë ku do thotë thjesht ka qenë presidenti I Serbisë dhe ai në nivel të negociatave. Ai tha që në shumë takimet, në proceset negociatore, ka pas shumë interlokutor ndërkombëtar që do thotë jo vetëm takime zyrtare, I kanë ftu, kanë kërku prej tyre opinione, shpjegime për çështjet e caktuara të negociatave, por asnjëherë tha në asnjë rrethon nuk diskutohet për një takim të tillë të fshehtë të kësaj natyre. Tash, kurdo që e keni mundësinë me pas kryeministrin në intervistë, po besoj që ai mundet me dhënë edhe shpjegime dhe më të hollësishme për shkak se nuk I di. Bën stilin kjo? Jo për çfarë qeraje, bën stili edhe ashtu ajo e ka një pjesë të qeras, prej kur I vendos vitin 1999. Ato janë toka private. Po janë toka private, po ka edhe një shkresë zyrtare prej qeverisë që I kërkon do thotë autoriteteve të Shtetit Bashkuar të Amerikës për vendosjen dhe rehabilitimin apo instalimin edhe më të qëndrueshëm të investimeve në Bond Steel si interes nacional dhe strategjik I sigurisë jo vetëm për Kosovën, po edhe për rajonin. Kështu që një gjë e tillë nuk besoj që është e vërtetë. Si kanë votuar shikuesit, a prisin që koalicioni do me guzot tjetër?